Ова се земјоделци од Тетово. Излегува на местото каде што се гради подпорниот зид на реката Пена. Токму поради овие градежни активности земјоделците се во недоумица да садат оваа пролет или не. Причината е тоа што со почетокот на работите на подпорниот зид престана да тече речната вода што ја користат за наводнување на околу 200 хектари земјиште. Сега се прашуваат дали до мај ќе се среди каналот за наводнување. Мечинда хектар као толкси пропонуван ме уј. Ја nuk përnohen me shi. Pa pas ujë, mos shkoja njeriu të bëjë angazhimet e veta, të bëjë shpenzimet e veta për t'i mbjellë e më në fund se merr kur gjë. A populli duhet bujqësinë ta mbajë, jo ta mbajë ndërtimtarinë, se pa bujqësi nuk ka ndërtimtari. Punimet gjishohen këto e kanë nes para kulmin e bëjnë, më pa do vijnë temele. E ne duhem premtim pi komunës Tetovës të na tregojnë o ti mbjellim toka si vjet, o ti lom ngjerë ti lom. Si janë mos hupim edhe kohë edhe pare, se investimet janë një thes ple 25 kg është bën 900 dinar. Do një informat vogël çka do të bëhet me kanalin i cili ka ekzistuar prej vitesh, kurse tash me këto punime ne shohim që kanali jonë që kemi ujtë deri tash nuk ka qasje më për në tokat bujqësore. Që ja vjen murin këta, ta ndale këtë ujtin, ta ndale bujqësien, ta çuje poshtë bujqësien, ta ndale bukën. Од општина Тетово веруваат дека каналот за наводнување ќе биде вратен во првобитната состојба. Моменталисht është duke u punuar për rregullimin e shtratit lumit, muri mbrojtës. Në atë pjesë nuk është i parapar kanali ujitjes. Por nga vullneti i mirë të cilin e ka premtuar kryetari, sigurisht edhe kanali i ujitjes do të ndërtohet ashtu siç ka qenë. Nga punët që janë bërë, është prish. Do të tani e tutjet, pasi të krijet muri mbrojtës i shtratit lumit, do rregullohet edhe kanali i ujitjes. Ова не е прв пат земјоделците да протестираат. Минатата година има проблеми со каналот за наводнување поради оштетувањето од градежните работи што се одвиваа на просторот каде што се снабдуваат и земјоделците со вода.